Të nderuar dhe të dashur bashkëpunëtarë të mi që jetoni përkohësisht në diasporë. Ju që me sakrificë të madhe jetoni larg vendit, por që prap keni mendjen në vendlindjen tuaj. Unë kam një kërkesë për ju, që të jepni edhe një kontribut të madh kësaj herë, e që është shumë i rëndësishëm për vendin tonë. Rresheva është një fazë shumë kritike për zbrazjen e saj, dhe ju të gjithë e dini se pushteti aktual është faktori kryesor për këtë zbrazje. Ju e dini që ata asnjëherë nuk ju kanë llogaritur si faktor që keni kontribuar për këtë vend, dhe që ju në fakt i keni dhënë gjallëri Preshevës. Përderisa ju keni investuar dhe vazhdimisht keni mendje në vendin ku keni lindur, jeni të ftuar të na përkrahni që të ndrojmë këtë qeverisje që i keq trajton qytetarët e vet. Nëse ju keni një jetë më të mirë atje, mos i harroni familjet tuaja që shpresa për të ardhmen vazhdimisht po ju shuhet. Ne kemi marrë vazhdimisht për krahjen tuaj si subjekt politik, dhe në fund ju kërkoj që këtë ndihmë ta kurorëzoni duke ardhur të votoni dhe të na përkrahni dhe ta ndryshojnë gjendjen në këtë vend. Sepse ju jeni të rëndësishëm për vendlindjen tuaj, ashtu siç është i rëndësishëm çdo banor në këtë vend. Ju do të keni hapur dyert gjithmonë për investime dhe për të kthyer të jetoni një ditë këtu, sepse vendi juaj këtu është vendi juaj i vërtetë. Unë jam Shqipëri Marifi, votoni për ndryshim.